përshkrimit të pejgamberit alayhi salatu wasalam në Teurat, në Tora, në Teuratin, tregon, thot Sheikhu Sheikh Abdullah al-Bukhari, se Imam al-Bukhari transmeton në Sahihun e tij se është pyetur Abdullah ibn Amr, sepse Abdullah ibn Amr ibn As radhiyallahu anhuma kishte dije njohuri rreth Teuratit. Dhe njëri e pyeti, si e ke gjet, si e ke pa të përshkruar pejgamberin alayhi salatu wasalam në Teurat? Atëri tha ai, "Ejel, do të thonë, patjetër do ta tregoj, do të informoj." Dhe i thot se disa prej cilësive që është i përmendur në Teurat janë po ashtu edhe në Koran. Edhe ka filluar me ja tregu se është përmendur në Teurat, në Tora, në Teuratin si dëshmitar, si përgëzues, si paralajmërues, si robi i Allahut dhe i dërguar i tij, si mbështetur, as i ashpër, as i vrasht, as te kaluesi kufive, nuk e kthen të keqen me një të keqe tjetër. Këtë din që futët. Nuk e kthen të keqen me një të keqe tjetër, por fal, nuk e merr Allahu, do thonë nuk vdes pejgamberi alayhi salatu wasalam derisa të ngritet feja Allahu subhanahu wa taala dhe të dëshmojnë njerëzit se nuk ka të adhuruar të drejtë përveç Allahu subhanahu wa taala. Me të, do thonë është i përshkruar me këto cilësi pejgamberi alayhi salatu wasalam në Teurat, me të u qilen syt të verbërve, u lirohen veshët të shurdhërve dhe u hapen zemrat të pakujdesshmeve. Me të, me pejgamberin alayhi salatu, me lenin Allahu subhanahu wa taala u qilen syt ato, do thonë, që janë, do thonë, të verbër, të verbruar, do thonë, nga e kota dhe të shurdhur nga e kota dhe janë bërë të pakujdesshëm nga aspekti se e kota i ka kapluar zemrat e tyre. Me lenin Allahu subhanahu wa taala, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i pastron ata për këtyre vesmundjeve të rënda. Thot Sheikhu Sheikh Abdullah al-Bukhari se një gjë e tillë, këto përshkrime që i ka vërtetuar Abdullah ibn Amr ibn As radhiyallahu anhuma për pejgamberin alayhi salatu wassalam, kjo domethënë e ka vërtetuar edhe veprimtaria e pejgamberit alayhi salatu wassalam, veprimtaria, jeta, bashkëjetësia e pejgamberit alayhi salatu wassalam me shokët e tij e ka vërtetuar se ajo është me të vërtetë me këto sifate, me këto cilësi, me këto virtyte të larta. Edhe një gjë e tillë, domethënë, kështu e kanë përshkruar po ashtu edhe sahabët të tjerë. Prej asaj që ata kanë pa te pejgamberi alayhi salatu wassalam.